listat a kanë kontribu për dezinformime, po, do të me pranuni realitet të tillë. Kjo është narrativ që vjen për lëvizjes vetëvendosjes. Ja, nuk është për vetëvendosjes se... Po, për vetëvendosjes nuk ka kontribu. Nashta, une nuk pajtona, prof, nuk pajtona, mendoj që shumica ka qenë nivel detyrës. Tash nuk i ki Kosova dhe politikan nuk i ki krejt njëjtë. Në thonë, besoj që më përgjësi, media në Kosovë janë shambull për rajonin. Veç nëse i përcjell zhvillimet mediale në Shqipni, në Macedoni, në Serbi, e shet që Kosovë është krejt që të me prit, s'pedia me prit rollën, po ka një tendencë që menoj që në këtë rast karon këtë kurthë dhe profa, që t'y lidh me 2-3 individ, ose 2-3 gazetar, ka njerë ndërtojt që kënë narracioni i media, jo me media t'jën shumë. Unë e kom përdorë në një debat tjetër. Nëse flet ti, nëse ki kritik ndaj meje, absolutisht as mediumin që e drejtoj unë nuk guxon me drejtu gishtin ndaj tina. Për shkak se aty është një numër shumë më i madh se sa unë. Unë më bëj një mendim ose një gabim ose me shu një lapsus, po mediat janë shumë më të madh se sa aty ku po pretendonin në 3-4 analista që ndoshta nuk janë të mjaftueshëm të përmbajtur në kritikën e tyne ose në debatet e ashpra që i kanë pas me... Një pyetje konkrete, a janë lobist analistat? Lobist partive politike? Jo, nuk janë lobist partive politike. Tash... Unë nuk e di një, do më thonë... Kështu që me u kthy që aty ku nesëm. Nëse ka media të na e po besoj që është në 2 shifra numri, duhet me qenë e themi një 15-20 nashta, që në baza vjetore vazhdimisht marrin donacione ndërkombëtare. 2 për këtyne e kinë... Po dhe, 2 në tavolin. Nëse dikush vendos paret e taksave të Hansit, Gjonit... Nëse na, si media, pikalojna do filtrat, standarte... Me ju dhonë ju që ato pare... Bruxelli ku financohem, a vëde po del dikush këtu dhe po mundohet me... Po pse personalizon... Jo, s'pe personalizon. Dikush e përgjithson, pikrish për mos me përgjithsu edhe reagova. Për shkak se kur flet ti për gazetarinë, për gazetarët dhe mediat, që është nashta e në stërkeq, ato që e tha Lavdimi, që është narracion i lëvizjes vetëvendosje, a lëdon të 3-4 emna, që janë shumicën e kohës në për media, edhe ma ne mënohen me ndërtu narracionin që këtë mediat edhe në Kosovë edhe gazetarët janë të tillë. Po du më këthy vishte pjesa ku e nesëm. Edhe një pyetje të shalot, po pse i ka humbë besimi, bro? Që të kanë zaj pse i ka humbë besimi? Qëto është... Më lenë vishta spjegoj pak... Elaboroj, bro, okej. Qërë, unë e kom pas fatin vitin e parë